Që plot 45 vite pa ndërprerje që e punoj këtë ze, zanati nuk lën pa bukë. Shumë më tepër ja din vlerën, se na që ja din vlerën ata që e kemi. Kom qenë angazhuar edhe trajnimi në burgun e Pemnave në Lipjan. Unë këtë zanat e punoj qysh prej moshës 14-15 vjeçare. Kom lind me një ku pjesa dërmuese e kam pasi ekonomi familjare atër. Edhe kështu që të gjithë shokët e mi të rrethit e kanë punu këtë, familjet e tyre e kanë punu këtë zeje. Dhe këtu punojshin se Prizreni është ama burimi i zejës filigranit, po jo vetëm, se nuk mundem me thonë, po secili rajon e ka pas atë, domethënë Gjakova e ka pas në teknikën e filigranit tjetër që e kanë punu, Peja e ka teknikën tjetër, e na e kemi teknikën tjetër. Atër gjithë Bregdeti ish Jugoslav prej Malit Zi deri në Portorosh nalt, u furnizojke me prodhimet e filigranisë dhe Prizrenit me rrethin, po jo vetëm Peceki ka pas edhe prej Pejës, Gjakovës. Po kur vike puna mu pregatit, atëherë ma intenzivisht u grumbullojshin i madh dhe i vogël, unë si në shaka e thon një fjalë, edhe fëmijët e djeprit i pyetëshin a mundesh, a je në gjendje me na ndihmu diçka, që më shpejt të arrim që me shku me plasu mallin nëpër Bregdet, fillimi i sezonës verore. E kështu që unë çdo herë nisha vetën si ta nashkalum, zanatin se disha, e nisha vetën si ta nashkalum, ata ishin të angazhuar në shoqënia, mesha një top edhe risha në rrugë si shprehna ashtu si jetim atë. E mandej aty më lindi ajo pse tash edhe unë nuk i afrona as se prej aty më kanë lind ato xizat e para dashnisë për filigranit, zen e filigranit, shkolla e mesme drejtimi e filigranit, argjentarisë, gjithsesi filigranit, konkurova, u pranova edhe aty 3 vjet shkoshim në shkollë, ku i kemi pas gjitha lanë, sikur normal, përveç disa lanëve profesionale. Domethënë, një ditë shkoshim në shkollë, një ditë shkoshim në praktik. Edhe çka është më interesante, domethënë, atë mjeshtrit që na caktojshin nëpër grupe me punu, mjeshtrit na përgatitin kuadër për veti. Se na kur sa më tepër na u përfaqësoheshim, ata më tepër nishin lehtësi për shkak të moshës, monotonisë, shprehna ashtu në toj zatin, se edhe pse ky zanat nuk është monoton, në shikim të parë duket që është shumë punë me nerva, po jo, është kënaqësi shpirtërore. A din se kur ti në rrugën e një punimi, mezi spresish ki hi me çysh do të dalë edhe çka kam me arritën. Punën praktike e kryva shkollën e mesme, diplomova si mjeshtër i kvalifikuar, prej aty të mandej u punësova. Domethënë që plot 45 vite pa ndërprerje, ndoshta edhe më shumë, që e punoj këtë ze filigranit. Çdo punë te na është bë biznes. Po na i kemi me të fanatik profesionit, domethënë traditës artit filigranit të mirë fillt. Qëllimi ynë ka qenë që të hapim një paralele shkollës mesme profesionale. Bisedimet, premtimet, po deri sot kur gjo. Përveç se kemi hasur mirë kuptim në strukturat e komunës Prizrenit, domethënë shfrytëzoj rastin e ta falenderoj edhe kryetarin, i cili çdo herë na ka përkrahur. Nëse kur gjë tjetër na ka përkrahur moralisht, kuvendi i komunës organizon këtu çdo vit e organizojmë trajnimet me kursista të ri, ku kursi zgjat 8 muaj. Kom qenë angazhuar edhe shembull trajnimi në burgun e Pemnave në Lipjan, ku trajnimi ka zgjat 1 vjet, janë trajnu, domethënë në fillim kanë qenë 8 vjet, mandej nuk di për arsye disa prej tyre janë të rek, kështu që në fund 5 ose 6, më duket 6 fundi kanë marrë certifikatat, kanë dalë mjeshtër shumë mira, turistë vinë këtu, organizata turistike kur të vinë, domethënë me grupet e tyre, na paralajmërojnë që dojnë me ardhen, domethënë vinë, punojnë 1 orë, 2 orë, atin tash normal për 2 orë nuk mund ta i bë mjeshtër, po e punon një punim, e pagun materialin, se na domethënë edhe e merr me vete, domethënë një kujtim, edhe i bëjmë në një farë mënyrë reklam qytetit Prizrenit, edhe zejës filigranit shumë më tepër ja din vlerën, se na që ja dim vlerën ata që e kemi. Një punimi filigranit përveç materialit, do argjent apo ari, përveç që e ka punën e dorës, vlerën, përveç që e ka materialin, është një punim që domethënë me vite, teknikën që e punojmë na, jo unë personalisht, po Prizreni me rrethin, teknikën që e punojmë, domethënë është mas 100 vjetë, nëse edhe e kish kel me kom, jenë gjendje me bot njëjtën me një përqindje shumë të vogël dallimi që është riparu. Ka interes të rit, tash e kemi grupin që jemi, domethënë vazhdime sipër është grupi, që trajnimet të na zgjasin 8 muaj,
po nuk është e munemi, domethënë tash vetë vlerësojmë, domethënë nëse ka nevojë me shty një javë, 2 javë, një muaj nuk na pengon, domethënë nuk I lojmë në lloç, edhe është interesant që pjesa dërmuese jon kemi dizajnere, gjinis femërore. Prizren është vendi I lindjes, domethënë kado që të shkon nuk ka me vendin e lindjes. Ndoshta është një që e përdoren ku ki kushte më të mira, po nuk është e vërtet, se vendi I lidhjes, domethënë vendi I lindjes, vendi ku rinia ka kalu, domethënë çdo kups, çdo asi, domethënë kthen. Unë sot mas 45 viteve kur dal me familjen time në shembull qytetin e Shadrvanit, më kujtohen ato përshtypjet e kohës rinis. Si e tash, aja më ka majtën mu në qytetin e Prizrenit, se unë ko mujt me dal jashtë. Lëvërdia ekonomike është, domethënë nëse don me punu me sinqeritet, edhe këtu mundesh domethënë me pas. Normal, ndoshta nuk mundesh me marka 2-3 banesa apo xhipa apo si, po mundesh një jetë solide, po çka është më kryesore, mbrëmje e ki kryet e qet, e ki afër familjes tone, e ki afër dashmive tu, nuk pi thom të rive, hajdeni në filigran. Nuk pi thom të rive, hajdeni në zeje caktume. Po pi thom të rive, mos kur të vendosni për profesionin e jetës. Çdo zanat që ta punon sot, është shpresdhënës. Çdo zanat, prandaj të rit I kishëm lut që përveç diplomës, ta kanë edhe një zanat. Zanati të natë, qytetarët e vjetër të Prizrenit të ishet zanat kënat. Zanati nuk len pa bukë. Është thënie e vjetër popullore, gjitha treva tona asi, zanati nuk len pa bukë. Kur mendon që mas vështirë e ki, pikë diku. Quhem Bashkim Teheci, jam mjeshtër I filigranit me përvojë pune mbi 45 vjet.